Ka filluar, po vazhdon e duket se do të mbaroj me tensione të mëdha. Bëhet fjalë për edicionin apo sezonën e 4 të Big Brother VIP Albania. Një prime si ai të martës, flak fara. Mund ke 1-2 qime. Një tjetër telenovel brenda shtëpis është dhe lidhja tashmëndarja Loredanës dhe Joset. Ky fundit duke qartë që gjithçka e pati loj. Në përcepa të shtëpis bënd të thashëthëme duke ngacmuar Olën, e thënë se po i pëlqen. Ka qena vajzë mirë, duket sa vajzë mirë, Ola. Sa i bën një hap, jam shumë e gatshme për t'ia fut bratit. Në këtë mes, Lori ishte viktime e cila fatkeqësisht duhet e vetme t'i bëj ballë gjithë situatave, në disa momente shihet edhe duke qarë. Fare në fund, Gjesti e bëri Primein edhe më interesant, duke thyer kutinë e emergjencës e shpëtuar vetën nga nominimi, që kështu edhe Treshja e shpëtuar nga Rizarta bie poshtë. Ti mund të zëvendësosh veten me 3 banorë të tjerë, emrat e të cilëve në televotim me përjashtim të Gjestit. E nga ky nominim rrezikon vet ajo, Mikela dhe Kelly, një veprim i mençur ky apo jo. Najse këto e dëshmoni ju që jeni shikues besnik të këtyre formateve, që me raste po din të luajnë edhe me psikologjinë e njerëzve. Situata agravoi me njëherë pas parimit të spektaklit, ku i gjithë produksionin betën të shtangur, e pastaj duke manipuluar si zakonisht me publikun. Po e nisim nga fillimi, Rozana i bën të presion Gjestit, duke akuzuar se po e injoron keq Eglin, e bëri të ndihej e padobishme, e madje në faj pse në trup e ka një nishan, që në fund të fundit shumë zhun për asgjë. Ama kjo nuk ishte tëra, Gjesti e pati një moment që sa hap e mbyll syt ju bë viral. Për më shumë shikoni e gjykojeni ju vetë. Po mi pse nervozohesh, Gjes? Mund t'ja thoshe me llafe qeta, që s'kam. Vlen të përmendet fakti që Egli ka theksuar që përdor hapa qetësimi, e dhanja për këtë gjë shtoi se bashkëbanuesi i saj ka nevojë për ndihmë speciale, duke ju referuar psikologut. Bukuroshja është bërë si një dhomë rrëfimi, sepse të gjithë hallet shkojnë i çajnë tek ajo. Derisa Danja po e qetëson Eglin, Joze Valbona po diskutojnë me Gjestin për gjithë këtë situatë, e sigurisht ai është munduar të justifikojë sjelljen që e bëri me Takon. Se çka do të ndodhë në vazhdimsi me këtë telenovel interesante, mbetet të kuptohet në episodin e radhës. U kur heq pas një po, qato vëlla, qashtu që, po në qatë mënyrë nuk më pëlqej më vëlla.